retorik, të njëjtat ultimatume e njëjta gjilpër për militantët kur u thonë protesta tjetër do t'jetë më e fuqishme. Rama merr fund. Thuaj se edhe skema është e njëjtë. Berisha niset nga shtëpia, shkon në selinë e partisë, pritet me brohorime nga një grumbull njerëzish aty në oborr. Hyn në zyrë, pastaj del nga zyra dhe niset për në bulevardin qendror. Aty qëndron në krye të protestuesve, përballë kryeministrisë, përballë zyrës së Ramës. Pastaj vjen radha e podiumit, flet i pari, i dyti, i treti, i katërti. I pesti zakonisht është Berisha. Thot pak a shumë ato që i ka thënë e stërthën edhe në protestat e mëparshme. Me Ramën nuk ka zgjedhje të lira. Rama i vjedh votat. Ai është armiku i demokracisë. Ne do ta rrezojmë këtë narkoshtet. Fundi kësaj qeverie ka ardhur. Rama duket fund të hidhur. Ai e di këtë. Pastaj kalon te kërkesa e tij sa herë që është përballë medias ose protestuesve. Qeveri teknike edhe zgjedhje të lira. E di që nuk ndodh asnjëra dhe as tjetra. Kur mbaron fjalën doktori, plasin fishek zjarre dhe molotovët në murin ballor të godinës së kryeministrisë. Pastaj të dy palët, PD-ja dhe policia kanë planet e tjera, por që duan apo nuk duan ndjekin njëri tjetrin. Nëse protesta përhapet nëpër rrugë dhe synon institucionet e tjera, përhapet edhe policia. Në të kundërt, protestuesit kthehen në shtëpi. Një pjesë e vogël qëndrojnë stoik tek oborri i PD-s. Presin doktorin të vulos mbylljen e protestës së suksesshme ose uragani siç i quhen ai, të thonë ato pak fjalë që duken si një kasetë e regjistruar e në fund të thonë datën e protestës së radhës. Me raste dhe tregon me rasti duket të konsultohet me rrethin e tij të ngushtë. Mulin Lucianon Kolliçi balliu në ndonjë tjetër që ende i beson. Po pastaj si vazhdon skema? Doktori ose kthehet në zyrë për të shkuar më pas në shtëpi ose ikën direkt në banesën e tij. Kështu mbyllen pak a shumë protestat e PD-s, protesta që duket se nuk frymëzojnë më, sepse është e dukshme po aq dhe e matshme që nga protesta në protestë pjesëmarrja po të kurret. Madje vetë protesta duket si të sforcuara këto kohë. Berisha gjitet si mjeshtri kryengritjeve, shumë e shumë riparime që duhet të bëjë brenda partisë së tij. Doktori duhet të rishikojë edhe strategjinë për reagimin politik jashtë parlamentit, se në kuvend bëhet si bëhet sa të jetë gazi dhe zigjineja. Por jashtë kuvendit e presin shumë punë, sigurisht nëse ka seriozisht rrezimin e kësaj qeverie. Gjithsesi narrativa politike e Sali Berishës që ai po ndjek që kur zbuloi Lulzim Bashën nga zyra e kryetarit, mbase kërkon një analizë më të ftohtë e më realiste. Padyshim që protestat e opozitës shqiptare të drejtuara nga Berisha kanë qenë ndër vite elementi vazhdueshëm dhe me ndikim në jetën politike në vend. Tani nuk janë më të tilla. Pavarësisht intensitetit retorik apo pritshmërive të shumta, impakti konkret i këtyre është gjithnjë më i kufizuar në raport me parashikimet që u paraprin protestave. Njëjtësi dje kur u përsërit fundi Ramës. Ka shumë që besojnë se protestat e opozitës kanë dy synime, mobilizimin e bazës politike dhe presionin publik ndaj qeverisë, mbase me synimin e parë kanë të drejtë. Mund të konsiderohet sukses i pjetshëm mbajtja angazhuar e segmenteve elektorale të PD-s dhe opozitës në përgjithësi. Në fund të fundit, këto segmente u thinjën duke qëndruar në opozitë dhe mezi po presin një dritë shprese për të ardhur në pushtet. Sa i përket synimit të dytë, rezultati është katastrofë. Nga të gjithë këto protestë nuk ka pasur qoftë edhe një moment të vetëm kritik që prej protestave të ketë prodhuar krizë të pakthyeshme për qeverinë. Ose të paktën të ketë detyruar Ramën të tërhiqet nga një çështje qoftë dhe periferike. Mund të ketë 1001 arsye për të detyruar qeverinë të tërhiqet ose të largohet nga froni, por asnjëra nuk ndodh kur përballë ke një opozitë të dobët, pa frymëzim, pa ide, pa projekte, pavarësisht retorikës së saj. Për ata që njohin politikën shqiptare, një nga problemet që duket më së qartë është kurrja graduale pjesëmarrjes në protestat e PD-s. Protestat e para kishin mobilizim më të madh, organizim më të fortë dhe frymëzimin deri diku. Me kalimin e kohës, numri i protestuesve po bie ndjeshëm. Nuk është thjesht lodhje fizike apo organizative, është tregues i mungesës së besimit në atë që mund të prodhojë një protestë si mjet ndryshimi. Kur qytetarët nuk shohin rezultate konkrete, motivimi për të dalë në rrugë për të protestuar dobësohet, kështu sikurse po ndodh. Një tjetër element po aq thelbësor është dhe mungesa e një kauze të qartë të unifikuar. Protestat mbushen me kërkesa të përgjithshme kundër korrupsionit, kundër qeverisë për zgjedhje të lira të tjera, por nuk ka një objektiv të matshëm e të arritshëm në afat të shkurtër. Në mungesë të një targeti konkret, protesta po kthehet në një ritual politik, pa asnjë efekt ndryshimi. Problemet e brendshme të Partisë Demokratike komplikojnë edhe më tej këtë panoramë sfond protestash. Përçarjet, konfliktet, për leadershipi dhe mungesa e një strukture të konsoliduar e kanë dobësuar në palës kapacitetin mobilizues që në një kohë jo shumë të lartë ndizej me vetë një fishkëllim për çunat e laçit. Një parti si PD-ja që kur është bashkuar brenda vetes e ka të vështirë të bindë publikun se mund të jetë një alternativë serioze për të qeverisur nesër. Konflikti i brendshëm, zërat kundër leadershipit apo zërat se ky Berish nuk e sjell PD në pushtet, nuk kanë thjesht vetëm çështje organizative. Ato minojnë besimin, për më tepër që diskursi politik i përdorur në këto protesta ka qenë maksimalist. Deklarata si kjo qeveri ka mbaruar apo sot është fundi Ramës krijojnë pritshmëri shumë të larta që rrallë përmbushen. Kur këto pritshmëri zhgënjehen, efekti është i kundërt.
ka mungesë mobilizimi dhe cinizëm publik. Në vend që të forcojnë opozitën, ata ekspozojnë atë ndaj kritikave për mungesë realizimi. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është dhe perceptimi publik për raportin midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Akuzat se ata mbajnë njëri tjetrin nuk janë të reja. Shpesh përdoren si argument për të shpjeguar qëndrimin vendnumëror të politikës në vend. Megjithatë, është fakt që polarizmi i fortë mes tyre shërben për ta mbajtur të bllokuar skenën politike, duke penguar një herazi lindjen e alternativave të reja. Përtej të gjitha tezave dhe perceptimeve për raportet Rama-Berisha, mbase për momentin më realist mund të jetë interpretimi se të dy përfitojnë nga ky konfigurim politik, paqë domosdoshmërisht në një marrëveshje të drejtë për drejtë. Pasojë e kësaj është rënja besimit publik. Ja iku ky, po kush do të vi? Të gjithë janë njësoj, thonë njerëzit. Kur ata krijojnë bindje se në fund janë të njëjtit, ose që konflikti është më shumë se real, cinizmi zërrënj, sjell apati te njerëzit, të cilët marrin pjesë gjithnjë më pak në zgjedhje, angazhohen pak ose as pak, dorëzohen dhe si rrugë shpëtimi i shohin nikje nga vendi i tyre. Për këto dhe të tjera si këto që shoqëria jonë i ka me thas, PD-ja si opozitë e këtij vendi nuk e ka më luksin që protestat i degradojnë si një xhiro në bulevard.